Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin në hijen e Ramazanit. Ky muaj i bekuar përveç të tjera e jep edhe kuptimin e jetës, na mundson ta rigjejmë këtë drejtim të duhur në jetën tonë. Për të folur mbi temën si ta gjejmë kuptimin e jetës, të ftuar kemi teologen Aisha Gashi. E nderuar, mirë se vini. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Atëherë, tema është një rëndësi e veçantë për faktin se flet për një ndër bazat më kryesore që njeriu të arrijë diçka në jetë, të jetë natyrisht i suksesshëm, por edhe fitimtar përballë Allahut të Madhruar. Në këtë rast, pyetja e parë është si ta gjejmë kuptimin e jetës, hapat konkret. Po e definojmë as pari krizën, çka është kriza? Kriza është një gjendje ku ne tronditemi dhe pas asaj tronditje që ne e kemi, çfarë do krize kjo mundet me qenë, pas asaj tronditjeje ne e kemi një kokë të ngatruar shumë dhe vazhdimin nuk mundëm me e bua se si me kuptim, ose e bëjmë një vazhdim si e bëjnë të tjerët, si e bën masa, mirë po nuk ka kuptim në fakt ai vazhdimi jonë. Për shkak kjo është për shkak të asaj krize që na e kemi. Në çka është hup kuptimi, si pasojë çfarë krizave? Kriza e kuptimit është e para, ku njeriu ose të rinjt, me thënë më mirë, e kanë shumë të vështirë me u përgjigj disa pyetjeve që janë shumë bazike për jetën, si pyetja kush jam unë, ose pse ekzistoj, ose çka pritet prej meje. Ka krizë shumë të madhe dhe kjo besoj që është prej e shkaktuar më shumë te nga rrjetet sociale, si për shembull kriza e vazhdimisht e krahasimit. Është një krizë shoqërore, ku njeriu vazhdimisht e krahason veten me të tjerët, dhe krizë e marrëdhënieve me njerëzit, pastaj si pasojë e krejt kësaj, njeriu mo nuk din a është tu dashur me u bë si tjetri, apo a është vetvetja, apo cili është kuptimi këtu. Ka krizë të madhe të vetvlerësimit, ka krizë të madhe të sjelljes, sidomos tek të rinjt sot, dhe shembuj që po i shohim sot, fatkeqësisht sjellje denigruese, sjellje deviante tek të rinjët. Domethënë është kriza e sjelljes, edhe kriza që mendoj që është më e madhja është kriza fetare tek të rinjët sot. Krejt këto kriza unë kam dashur me u fokusu më tepër tek koncepti i imazhit sot. Çka është koncepti i imazhit? Imazhi është shoqëria sot e ka ndërtuar një imazh, e ka ndërtuar një standard të shoqërisë, dhe nëse një person nuk mundet me arrit këtë standard, atëherë ose këtë status, ose çka pret shoqëria prej tij, atëherë ai është me një farë vujtje, ai nuk është i pranueshëm. Do thonë ka një farë krize që nga frika se mundet mos me u pranu në shoqëri. Dhe si pasojë e kësaj, njeriu domethënë nuk pret prej vetës tij diçka, nuk e din çka don vetë në fakt, mirë po pret nga çka bën atë çka pret publiku për të. Po. Pra ju thoni se në këtë rast humbja kuptimit jetës, dhe në këtë rast humbja drejtimit në këtë nivel, pra bëhet kur njeriu natyrisht pra vuan ndonjëherë nga ajo pjesa që krahasohet me të tjerët, vuan tek pjesa kur ndonjëherë e mbivlerëson veten e vet, pra që ndikojnë në humbjen e kuptimit jetës. Mirë po, çfarë mund të na thoni tek pjesa kur krahasimi në këtë rast asë shëmbëltyra, bota e imazhit, si ndikon? Këtë duhet ta kemi shëmbëltyr, kush do të jetë ajo referenca jonë për ta gjetur kuptimin e jetës? Çfarë mund të na thoni më shumë për këtë pikë? Po, kjo bota e imazheve në cilën ne jemi sot, prej kur zgjohemi derisa bim natë ndoshta me ato telefonat tona në dorë, e zhvendos qendrën e njeriut nga brendësia në pamje, do të thonë në të jashtme. Me thonë, qendra e njerit zhvendoset. Pastaj zhvendoset nga qëllimi tek pëlqimi, nga vlera te opinioni publik. Me thonë, sot na jena të e dëshmojmë këtë kohë ku vlerë nuk ka e drejta, po vlerë ka ajo që pëshitet. Do me thonë, ajo që po bëm bum, ndoshta. E tash në aspektin islam, vlerë çka ka te na, çush na shën Allahu subhanahu wa taala. Në aspektin islam me njëherë autoritetin nuk e ka mo publiku, nuk e ka mo shoqënia se çka thot për neve, po e ka autoritetin Allahu, dhe ne automatikisht veprojmë atë çka feja pret për neve, çka don Zoti prej neve, dhe jo atë çka shoqëria, dhe i ndrojmë për dallim, ne ndrojmë
do me thonë, kohën e pamjes, e ndrojmë kohën e kuptimit, e ndrojmë kohën e qëllimeve tona. Atëherë, ndjekja standardeve shoqërore, si e largon njeriu nga vetja e tij dhe në këtë rast nga krijuesi, Allahu i madhruar? Standardet shoqërore e kanë atë potencial që njeriu e shtyn vazhdimisht prej një standardi me kalu te standardi tjetër. Edhe sa mendon që është plotsu ose e ka arrit lumturinë, ai del diçka tjetër që ti dush ose që shoqëria pret prej teje që ti më realizu që ato. Dhe është si pasojë njeriu bëhet i lodhur nga kjo. Dhe se e largon pikërisht ky proces njeriu nga Allah subhanahu wa taala është se neve, vend se me mendu njeriu se Allahu çka pret prej teje, ne presim, na thomë se çka pret shoqënia prej neve. Tjetra është që këto standarde ty ose që janë të lidhura shumë me imazhet që na paraqiten, na bojnë neve me mendu që kemi me arrit lumturinë. Arrim të lumturia, sepse një imazh i një familje për shembull ideale ose i një shtëpie ideale ose ku e di një punë ideale, një gruaje ideale, për shembull për shoqërinë e sotit, e bën me ato që na paraqitet ashtu që ajo është shumë e lumtur, shumë komod me veten e saj. Mirë, edhe ti mundohesh patjetër me u bë, unë po flas në aspektin e gruas, për shkak se gruaja jam vet, që me u bë si ajo sepse po e arri kam lumturinë nëse shkoj sipas jetës së saj. Ndërsa ne e dim që Allah subhanahu wa taala lumturinë e njeriut na ka treguar në Kur'an që lumturia e njeriut është e brendshme, edhe ajo është si pasojë e lidhjes së njeriut me Allahin subhanahu wa taala. Do të thonë, është komplet çështje shpirtërore lumturia dhe nuk është e jashtme, nuk është imagjinative ajo lumturi. Neve na zhvendos vëmendjen tonë, me thonë nuk kemi vakt me mendu se a jam une do me thonë të jetu sipas vlerave, a jam të jetu sipas dëshirës së Allahut subhanahu wa taala, apo jo. Me thonë kjo është zhvendosja kryesore që e bën njeriu me u largu prej rrugës së drejtë, rrugës së udhëzimit, duke ndjekur standardet shoqërore dhe imazhet. Pra ju thoni se jo çdo standard shoqëror që krijohet për brenda nesh ka në brendësinë e saj dhe atë lumturinë e vet. Për shembull, mund duket nga pamja jashtë shumë e bukur dhe në rregull, por në realitet mund të duket i tillë, por jo të ketë mbërmbajtje, për shembull në këtë rast gëzimit të lumturisë. Nëse dikush pra sipas asaj që ju thoni, mund të ketë shtëpinë e bukur, por për brenda mund të mos ketë një atmosferë për brenda familjare të mirë. Dikush mund ta ketë veturën e mirë, mirë po mund realisht që mos ta shijoj atë udhtim që ka këtë veturë. Pra, jo se standard shoqëror, pra që krijohet, është ai i cili ndikon që njeriu ta gjejë kuptimin e jetës. Ju thatë se kuptimi më i lartë i jetës është kur njeriu e shijon atë me gëzim, me lumturi, në këtë rast i pajtuar me atë që i Madhi Zot ka dhënë për të. Atëherë, te çështja e lumturisë dhe disa fjalë nëse ke mundësi. Si mund të përshkruhet lumturia? Pra, njeriu sa duhet të jetë i lumtur me atë që ka nga i Madhi Zot? Qoftë si familje, qoftë pasuri, qoftë fëmijë, a duhet të jetë i lumtur dhe sa ndikon kjo për ta gjetur kuptimin e jetës? Në fakt, kuptimi, njeriu është i lumtur kur ka një pse po jeton, kur ka një kuptim pse po jeton. Sot njeriu i sotit, njeriu i lodhur, i raskapitur, nga vrapimi i tij për me arrit atë çka po kërkohet prej tij, nuk ka kuptim, fatkeqësisht. Dhe i mungon, do me thonë, lumturia e njeriut nuk është veç me jetu, do me thonë, me i bo krejt çka të tjerët po dojnë. Unë ma mirë, nashta është kuptimi ti më undal. Nashta aty, okay, krejt le të shkojnë, krejt le të bojnë, krejt le të ngajnë për pushtet, për famë, për pozit, për çka do me thonë, standarde shoqërore. Mirë po, ndoshta lumturia është me undal edhe me kqyr veten pse po e bëju në këtë. Edhe me gjetë një kuptim. E momentin kur ti e ki në kuptim, atëherë ti vazhdo. Po. Unë këtë po mundohem me sqaru. Me thonë, nëse një person, unë nuk po them ato që për shembull nëse një person e ka një jetë luksoze, edhe do me thonë ai nuk mundet për shembull
nëse del prej shtëpis një grua që i ka qelçat e veturës së saj në dorë, edhe është e veshne sipas modës së fundit, trendit të fundit, i ka ashtu është e rregulluar, automatikisht është kriju kjo në shoqëni që nëse e shohin disa vajza gru ose meshkuj se çka to e pranojnë ma ndryshe. Me thonë kjo pas ka arrit. Po. A ndoshta nuk është, ndoshta është shumë e zbras shpirtnisht. Po. Kjo është çka unë po mundohem me bo. Çka kam bo, do me thonë çka ka bo sot bota e imazheve, bota e fotografive, që vazhdimisht kemi imazhe, pamje të imagjinative, një lumturie imagjinative, që nuk është që ty të plotson, për kundrazi, neve na formon një farë boshllëku. Edhe është shumë normale, sepse edhe trinjt, po e zëm nështa nuk e kanë një farë moshit pjekuri që me kuptu ata kuptimin. Se vështirë është dikush me e kuptu pse jeton. Nuk është edhe shumë lehtë me e kuptu kuptimin pse unë po jetoj. Ka edhe njerëz që kanë profesione, kanë familje, krejt, po kur të fillon edhe biseda me ta, nuk mundet me ta jap një përgjigje të saktë se pse unë po jetoj. E atë na jep feja, ne e dim, do me thonë që më miri na jep feja. Në këtë rast që përmene në mënyrë domethënë të saktë, sa ndikon presioni shoqëror dhe a mund të quhet presioni shoqëror një farë lloj sklavëri moderne? Dhe si mund ta shpjegosh këtë? Sklavëria që ka qenë përpara ose robëria, po sot është çajo me i pa njerëz, me i pa trit, me i pa pjesë të ndryshme të shoqërisë, domethënë i sheh që po jetojnë ata në fakt jo si pas dëshirës së tyre, po veç për shkak se qashtu duhet. Sepse çajo është se duhet me u bo. Dhe jo, a duhet me u bo, apo nuk duhet me u bo sakt, a ka arsye, a ka kuptim për me e bo, apo nuk duhet me e bo. Unë e shoh edhe e komenton edhe vetën time ndonjëherë te këto, do me thonë për shembull për me ndru diçka në një mobilje ose diçka në shtëpi, pse po dufka se ka ndalë treja, po jo, a është në fakt, a ka kuptim kjo? A duhet patjetër apo jo? Nëse jo, atëherë leje. Do me thonë, nuk është diçka e keqe, nuk është diçka që duhet, po reklamat e shumta, këto imazhet e shumta neve na bojnë, edhe cytja presioni shoqëror që na u bot. Hajtë bëne qëta, bëne edhe ti, bëne se kretë pe e bojnë, bëne se moda është, bëne se trendi është, duhet gjithë me e bo këto, sepse ashtu po bot edhe ti mos u daj prej tjerve. E ne feja na mëson ndryshe, do me thonë nëse kretë janë gabim. Edhe ti po e shë qeka, a duhet me shku edhe na? Jo, daj ju veç ti, se ti pe din që e drejta është ndryshe. Si trajton aspekti fetar, drita e besimit, këtë koncept pra? Si duhet të sillemi, të çasemi, që ndonjëherë kur dikush mund të jetë gabim, pra mos bie pjesë e saj, por në farë formë ta zgjidh në rrugë të caktune, përmes së cilës e ka zgjedh kuptimin e vërtetë të vepruarit. Drita e besimit, mas pare, kushti i pari besimit është la ilaha illallah. Dhe ti si besimtar, kur e kupton këta me vedije të plot, që ti duhesh me jetu vetëm për Allahin subhanahu wa taala, edhe nuk duhesh me kon rob i asgjëje tjetër, një besimtar që nuk e kalon veten shumë me undot, ose momentin që e sheh që po ndotet prej imazheve, prej dëshirave të shumta që nuk kanë në fe kurfar baze ose kuptimi, atëherë ai shumë lehtë e kupton që veç pak se unë jam rob i Zotit dhe nuk jam rob i standardeve shoqërore apo i kërkesave të vazhdueshme të kohës. Shumë mirë e thatë. Kjo është pika kryesore. Tjetra është që do të thonë e zhvendos me njerë autoritetin, në vend se me pas autoritetin njerëzit, shikoni njerëzit sot janë traskapitën të u lodh për tjertë, po kur të shohim a ka pas vakt me undale dhe me bo diçka për Zotin, nështë ka vite që s'ka mendu se që bona diçka sinqerisht për Zotin. Nuk gjen kohë, gjen arsye. Nuk gjen kohë, gjen arsye, po arsyet janë pikrisht për kërkesat që ka shoqënia prej tina. Në këtë rast, si e sheh Islami vlerën dhe kuptimin e jetës së njeriut? Islami e para është Allahi kur i me laqet edhe i tregon që po e bën një mëkëmbës në tokë, një halife, një zëvendës në tokë, Allahi po jep një kuptim. Do me thonë, prej atëherë, prej para se me kriju Ademin a.s. neve veç na ka jep rolin ton, rolin e përgjegjësit. Na e na mbot këto, kena përgjegjësi.
Çfarë është përgjegjësia kryesore? Me rujt mendjen. Prej fundamenteve të mëdha të shariatit, domethënë është rujtja e fesë, rujtja shëndetit, rujtja e mendjes. Me thonë këto, te rujtja e mendjes është që ti nuk guxon me lon standardet shoqërore ose imazhet e këto me ta sundu ty mendjen tonë, karshia asaj që çka je ti. Ti je përgjegjës për mendjen tonë, mas pare, me këshyrë se a është kjo që është e arsyeshme, ka kuptim, është sipas kërkesave të Zotit tëm ndaj meje apo jo. Do thonë kjo është pika kryesore. Po në anën tjetër edhe Allah subhanahu wa taala na ka krijuar neve për me adhuru. Për me adhuru i ka kriju njerëzit edhe gjinat që të më adhurojnë mua, ka shumë ajete të tjera që lidhen në fakt me kuptimin e njeriut këtu. Pra ju thani se kuptimi parë jetës, ose hapi më vendimtar për ta gjedhë, për ta ruajtur kuptimin e jetës, është pikërisht që në raport me mendjen tonë të jemi të kujdesshëm ndaj mendimeve tona, në këtë rast që të jenë më shumë mendime që përbën kualitet dhe jo kuantitet. Pra e para dyta, edhe duke kujtuar gjithmonë se jemi përgjegjës, jemi më këmbës të Zotit në tokë dhe kemi përgjegjësinë që vlerën e vërtet jetës dhe kuptimin e saj të vërtet mos ta humbim asnjëherë, edhe përballë presionit të madh shoqëror, edhe përballë sfidave të kohës që kemi përpara. Si më thënë se e fesë, normalisht, si e shihni ju rolin e fesë në trajtimin dhe ndikimin pozitiv në raport me të tjerët në këtë rast, edhe me rinin, edhe me gratë, edhe me audiencën që ju keni përpara, në gjetjen e kuptimit të jetës. Sa është kjo e vlefshme, sa ndikon? Mësim besimi, unë vazhdoj gjithmonë me thënë që është një shpëtim shumë i madh për rinin, për fëmijët, për rinin, për gratë, edhe për burrat, domethënë. Pse është mësim besimi? Se jena dëshmitar domethënë të kohës denigruese që po jetojmë sot. Jo ditë më parë domethënë e pam sjelljen ngacmimin që ja bën nxënës profesor, tash profesori tutët prej nxënësve, përpara e kemi pas kur kemi pa një profesor në rrugë, jemi turpru. Mirë, po tash është e kundërta, domethënë ka ardhur një kohë që është për fat keq shumë e keqe. Dhe kur një nxënës, si mësimdhënëse, kur një nxënës i vogël vjen në xhami, edhe prej mësimeve të para janë ato kushtet e Islamit edhe kushtet e besimit që besoj kemi mësuar gjithë. Edhe ai fillon edhe ka me di që e ka Allah subhanahu wa taala, ai ka dy mbikëqyrësin e tina, ai është që shikon çdo gjë, që ndëgjon çdo gjë, edhe automatikisht, do të thonë kjo ky mësim i tij i bindshëm ja jep atij një kuptim. Mandej pse jeton, sigurisht që ne i mësojmë aty në mësim besim, do të thonë kuptimin e besimit, Allahin, librat, këto që duhet me jetu sipas fesë islame, sepse Allah na ka krijuar dhe duhet ta bëjmë jetën për to. Duhet ta bëjmë pa marrë parasysh rrethanave që na jena ose në kohën që jetojmë, prapse prapa Allahi nuk duhet me haru. Dhe ai fëmijë kurdo që rritet, ato mësimet kanë mbet, se ato mësimet e para që mësojmë gjithmonë mbesin në jetën tonë si mësimet më bazike, edhe hynë në identitetin tonë. Pastaj e kemi rastin e, për shembull, si një dykuri negative, bullizimet që po ndodhin shumë të mëdha që janë sot prej fëmijëve. Edhe në kohën tonë kam pas, domethënë kur kam qenë unë e vogël, ka pas për shembull, mirë, po ne nuk i kemi bërë ato me një të keq. Për shembull, nuk e kemi ditë se sa mundet me u lëndu tjetri person. Mirë, po tash sikur po i bojnë me qëllim ato, mbas shembjeve që po tregojnë edhe që po trend. Është bot trend me bollizu shokët edhe shoqet. Edhe ndërsa Islami neve na tregon që njeriu është amanet në tokë. Do të thonë Allah e ka krijuar edhe amanet. Do njeriu për njeriu është amanet. Do ti dush me rujt ato, ti dush ka edhe shumë hadithe që muslimani nuk i bën dëm muslimanit tjetër. Do të thonë ka qindra shembuj se si do të thonë një fëmijë i vogël mundet me marrë mësime të dobishme në xhami që i ndihmojnë për kuptimin e jetës tij në të ardhmen, po edhe e ndihmojnë prej të mos ndikohet kur shet shokët e shoqët e veta sjellje denigruese, po përkundrazi që të jetë ai pishtari që i ndihmon ata të dalin prej atyne qëllimeve të këqija. Pra ju nënvizoni se mësimet tuaja natyrisht se i përhapni që para dijes të jetë edukata pra në këtë rast, sepse aty ku mungon edukata, aty mungon gjithçka. Pra edukatën në rrugë, edukatën në familje, edukatën në shkollë, edukat me të riun, edukat me të moshuarin, në çdo aspekt.
Andaj dhe pjesa e dytë ishte se potencuat qartë se në këtë rast i mësoni fëmijët dhe tek ata porosis në mënyrë të veçantë se duhet të jenë të kujdesshëm që të mos bullizojnë të tjetrin. Pra, ka mundësi të ketë dikush meta, ka mundësi të gaboj, mirë po jo të shndrohet një normë në cilën e pastaj vazhdohet duke gjetë një gabim tjetër dhe pastaj duke e mbajtur atë sikur një lloj pengu. Pasi që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, çfarë mund të thuash, sa ndikon ky muaj Ramazanit në gjetjen e kuptimit të jetës? A ndihmon njeriu apo si mund të shpjegohet kjo më mirë dhe më qartë? Ramazani është në kohën e përshpejtuar cilën na po jetojmë, që cekë më herët që nuk po kemi kohë me u ndalë dhe me mendu me vetën tonë pak se a kam kuptim gjërat që unë po i bëj, a kam kuptim qëndrimet e mia, vendimet e mia, sepse njeriu prej kur qohet mëngjes deri në fund të ditës ai përballet me disa vendime. Ramazani është pikërisht ajo shanca kryesore ku njeriu të ndalet pak, sepse na jena sa i përket hamjes edhe të pirës, na jemi si robot. Do me thëmë shembull, shkojmë punojmë diçka kështu, po ta pi një kafe, tash të ha diçka, ta përses diçka, të bëj diçka. Me thonë, ajo në Ramazan ato e ndalim. Edhe barku i boshatisur është e dëshmuar që qetëson njeriu edhe e bën me mendu disa gjëra tjera. Edhe shumë njerëz do me thonë edhe disa dukuri negative që i kanë, për shembull, i ndalojnë vetëm për shkak që janë musliman, po e them, i ndalojnë vetëm për shkak se është Ramazan, a din? Do me thonë ata automatikisht në Ramazani veç pak mësimi i madh që ka Ramazani për mua. Po më shone, ai e njeh veten e vete, do me thonë në Ramazan. Ramazani është shans shumë e madhe për me pa na sa jena durimtar. Madje është edhe muaji i solidaritetit, për me pa sa jena solidar me të tjerët. Ndoshta gjatë Ramazanit nuk mundesh me i bë do vepra, jashtë Ramazanit nuk mundesh me i bë do vepra të mira sepse nuk ke kohë. E thuaj s'kam vakt. Mirë, kur vjen puna e Ramazanit, kur vjen koha e Ramazanit, e gjen kohën. Edhe do të thonë është një mësues shumë i madh që neve ndalemi, është kohë e lutjeve, është kohë e reflektimit të vetës, njohjes të vetës, njohjes Allahit, që na bën, do të thonë, me kuptu, me arrit pak a shumë deri te kuptimi jon, edhe me vazhdu tutje. Pra jo ndërlidhet me atë se Ramazani vjen me një formë ku bën disa ndryshime edhe në kohën tonë, edhe në adhurimin tonë, edhe me gjëra tjera. Pra, a në kupton kjo se për ta gjetë kuptimin e jetës, ose për ta gjetë atë më mirë të themi, duhet bë disa ndryshime në jetën tonë. Pas cilat ndryshime, realisht ai mund të jetë vetëm i synuar, por jo arritur ndryshimi. Për të kaluar te pjesa e fundit të temës, cilat janë shkëndijat e besimit, të cilat ndikojnë që një besimtar, në këtë rast një besimtare, ta gjej atë kuptimin real të jetës së tij, sepse ndonjëherë mund të ndodhë ndonjë kryq të madh të jetës sonë, por kemi nevojë që ta gjejmë atë kuptimin real të jetës tonë. Çfarë mund të shtosh këtë drejtim pika të shkurtra? Ramazani, do me thonë, është muaji i Kuranit. Ramazani simbolizon më së tepërmi agjërimi. Agjërimi po i lidhi këtë me sinqeritetin, edhe që lumturia edhe kuptimi i një njeriu nuk mundet me kon jashtë i ndarë nga sinqeriteti. Po them edhe për persona që nuk janë fetar, po e zëm. Kjo bota imazheve, bota e standardeve, të bën ty shumë të pasinqert. Sepse ti ndoshta ti don diçka tjetër, po të pëlqen që ajo, edhe ti e bën ato veç pse tjetri e paska arrit, hajtë bona edhe one, si tjetri, ose si qaj imazh i krijuar. Edhe sa është kjo e sinqert, do me thonë. Nuk është ndoshta ti nuk e don hiç, po pse krejt po e dojnë, edhe krejt po e pëlqejnë ato, atëherë ti e bën që ato. Sa Ramazani është pikërisht koha kur as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Do me thonë, agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Çka tregon ky hadith? Ky hadith tregon që na çdo adhurim tjetër bëhet që tjerë të mundon me na pa. Për shembull, na shohin duke praktikuar haxhin, na shohin tu fal namazin, na shohin tu e jap zakatin, se e llogarisim me dikë dhe e japim dikë. Do me thonë, është tjetri është marrëdhënie me neve duke kryer atë adhurim. Sa agjërimi është vetëm Allahi e din se a ke agjëruar apo jo, sakt. Ndërsa, do me thonë, këtu është puna e sinqeritetit. Do me thonë, agjërimi na mëson neve me qenë më të sinqert. Që edhe adhurime tjera me i bë
si me na pa dhe si mes me na i pa të tjerët. Paktën unë e shoh kështu, domethënë është çështje që na ndihmon me shkute ihsani, me përmirësu ihsanin ton sa më shumë. Agjërimi është muji i Kuranit. Në Kur'an është vendi ku ne kthehemi edhe e shohim se ku është drita, si duhet të udhëzohemi. Është udhëzimi, është drita ku ne e marrim për të vazhduar matutje. Do me thonë, dhe fatkeqësisht shumica e muslimanëve, do me thonë, mësë shumë, Kur'anin nuk e shfletojnë çdo ditë, po mësë shumë të e shfletojnë në Ramazan, po dhe kjo është mëshirë në vete. Dhe me shpresë që ajo dritë, ato kuptime që i marrim nga Kur'ani të vazhdojnë edhe pas nga Kur'ani në muajin e Ramazanit, të vazhdojnë edhe pas muajit të Ramazanit. Pra, ju rrëmbëllakësua se edhe në këtë situatë që ne jemi duke kalu, duke jetu, duke hapëruar në vazhdimsi, edhe kur ndonjëherë i nënshtrohemi standardeve që në mënyrë detyrim, domethënë bien prej tyne, sepse njeriu është krijesë shoqërore dhe do e mos e ka të pamundur të shpëtojë nga presioni shoqëror, duhet që të paktën atë sinqeritetin ton ta shtojmë sa më shumë, lidhen me Zotin ta forcojmë sa më shumë, në mënyrë që edhe në këtë situatë natyrisht që të jemi fitues dhe jo humbës. E nderuar, Zoti ju shpërblef për angazhimin tuaj mbi këtë temë. Faleminderit shumë që ishe pjesë e misionit tonë. Mirëqofshin, faleminderit juve për ftesën. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, me kaq përfundon ky emision. Deri në takimin e radhës, mëshira e Allahut qoftë mbi ju.